Qendra e zonës turistike të Shirokës në bashkinë Shkodër po degradon dita ditës, gropat e hapura mbushen me ujë sa herë ka re shishiu, duke krijuar vështirësi në lëvizje për qytetarët, por edhe turistët që vinë në këtë zonë. Një problematikë e tillë pranohet edhe nga qytetarët shkodran, që kërkojnë ndërhyrje nga pushteti lokal. Ta din vetëm se shimë çajci. Sa prish gjithçka ka gropa me ujë, gotë janë prishe. Me marrë thumë të një atje pa të nevojshme se Shiroka është një vend që frekontohet për ditë, vinë njerëz, vinë jashtë, vinë turista, për gjithçka. A mendon se jep një pamje të keqe kjo situatë që gjellet i tash Shiroka? Po, gjen një pamje të keqe, patjetër. Ted Kopliku, drejtuesi i departamentit Brengej në Partinë Demokratike, thotë se Benet Beci ka të njëjtin stil pune si Erion Veliaj, me drita dhe zhurmë, por në realitet nuk ka asnjë përmirësim të qytetit të Shkodrës. Benet Beci ka të njëjtën teknikë stil pune, domethënë si Erion Veliaj. Propagandë spektakolare, drita, zhurmë, por në realitet nuk kena asnjë lloj cilësie të përmirësuar të qytetit Shkodrës, dhe megjithatë buxheti i shtetit, edhe ai buxhet i reduktuar që merret nga qeveria e shtetit nuk realizohet. Qytetarët në Shirokë kërkojnë ndërhyrje nga pushteti lokal në mënyrë që kjo zonë turistike të mos shkatërrohet.